Kur e pash për herë të parë, mu duk thjesht një copë druri e vjetër, e lëmuar nda koha, dhe duart e panumërta që e kishim prekur para meje. Ishte në duart e kunatit tim, Armandit. A i e mbante me një lehtësi që të bënte përshtypje, si kur ishte një zgjatim i trupit të tij. Ishte një laut, jo ndonjë instrument i çmuar koncerti, por një krijesë e thjeshtë, me një barkë të fryrë dhe një qafë të gjatë e të harkuar. Unë isha nusja e re në shtëpi, ende duke u mësuar me ritmet e familjes së burit tim. Armandi ishte i madhi, djali i parë, dhe kishte atë autoritetin e qetë që vjen me përvojen. Ai nuk fliste shumë, por kur hapte gojen, të gjithë heshnin. Tani, në këtë pasdite verore, të gjithë ishin larg. Vjera kishte shkuar te fqinjat, buri im në punë, dhe unë kisha mbetur vetëm në shtëpi, duke lehtësuar një libër në divan. Pastaj, nga dhoma ngjitur, filloi ajo muzikë. Ishte Armandi. E kisha dëgjuar të këndonte më parë, por kur kështu, vetëm për vete. Melodia nuk ishte e njohur, ndoshta e improvizuar. Ishte nga dalt, pothuajse e lëngshme, secili tingull dilte nga ajo laut, si një lot që bie në një pellg të qetë, duke krijuar valë të padukshme që përhapeshin në ajrin e nxehtë të dhomës. Fillova ta ndjeja në gjoks, para se ta dëgjoja me vesh. Ishte një dridhje, një rezonancë thellë që nuk vinte nga lauta, por nga diçka që ajo prekte brenda meje. E mbajta librin para syve, por s'po shija dot asnjë germ. Gishtat e tij, të fortë dhe të ashpër nga puna, duhej të lëviznin mbi tela me një butësi të çuditshme. E imagjinoja, gishti i madh duke gjetur basin, duke e mbajtur atë të qëndroj, si një premtim, dhe më pas, gishtat e tjerë që e ndeshin mbi telat e sipërm, duke nxjerr ato tinguj të hollë, pothuajse të dhimbshëm. Muzika u bë më e ngrohtë, më e guximshme. Unë u mbylla në divan, duke shtrënguar krahet rreth gjunjëve. Nuk isha më në atë dhomë, isha diku tjetër, në një hapësirë ku valët zanore më përkëvelnin lëkurën, duke më ngjitur mishin e pulave. Kuverta e librit më ra në prehër, nuk më interesonte. Gjithçka që ekzistonte ishte ajo dialog i heshtur midis gishtave të Armandit dhe drurit të lauts. Dhe pastaj erdhi pika kulmore. Ai e çoi melodin në një lartësi kaq të tensionuar sa mendova se telat do të këputeshin. Ishte një kërkim, një lutje, një pëshpëritje e zhveshur. Dhe më pas e lëshoi. Zbriti ngadalë si një fletë që bie nga pema në vjesht, duke u tundur nga era, derisa u shua plotësisht. Heshtja që pasoi ishte po aq e zhumshme sa ishte muzika. Qëndrova aty, duke marrë frymë me ngadalë, duke dëgjuar rajen e zemrës sime që po kërcente në vesh. Më pas, dëgjova një lëvizje në dhomën tjetër. Armandi po e vinte lautën në kënd. Mund të dalloja nga zhurma e butë e kasës kundër murit. Dhe më pas, hapat e tij, po vinte nga unë. U përpoqa të shtiresha, sikur po lehtësoja, por libri ishte në prehër. Hyni në dhomë. Ai ndaloi në prag. Kishte një buzëqeshje të lehtë, si dikush që di një sekret. Hija e tij ishte e gjatë në dysheme. Ta prisha qetësinë? Pyeti me zë të ulët, atë zë që tani më dukej si pjesë e melodisë. Jo, ja ktheva, dhe zëri im më dukej i huaj, i mbytur. Ishte bukur. Ai u afrua pak më shumë, duke u ndalur pranë kolltukut tim. Aroma e tij, një përzierje duhani dhe druri, më mbërtheu. Ai nuk po më shikonte në sy, por diku më poshtë, te duart e mia, që kishin kapur fort cepin e librit. Lauta ka një zë të veçantë, tha ai. Nuk flet, por të prek. Një ditë, nëse do, mund të mësoj ta kuptosh. Fjalët e tij ishin të thjeshta, por vështrimi i tij, ai vështrimi i shkurtër që përshkoi trupin tim, thanks më shumë. Ai nuk po fliste për lautën, po fliste për atë që kishim ndarë në heshtje, për atë frekuencë që ai kishte gjetur dhe unë e kisha pranuar.
Armandi u largua, duke më lënë aty të shqetësuar, me buzët e thata. Nga dhoma e tij dëgjova sërish një notë, një të vetme, të mbajtur gjatë. Një pyetje. Dhe unë, duke e ditur që ai nuk mund të më shifte, e mbylla librin dhe ju përgjigja me një pëshertim të thellë, duke e lënë trupin të mbytej sërish në atë valë tingulli që ai kishte lëshuar në botë. Tani, kur të gjithë janë në shtëpi dhe Armandi merr llautën për të kënduar këngët e vjetra të familjes, unë nuk dëgjoj më këngë. Dëgjoj diçka tjetër. Dëgjoj gjuhën e tij të fshehtë, atë që ai e flet vetëm kur jemi vetëm ai, unë dhe ajo vegjël e vjetër druri që na lidh në një rezonancë që s'do të mund ta përshkruaja kur me fjalë. Bigjuan. Por diçka kishte ndryshuar në ajrin e atij shtëpie. Për mua, çdo cep i saj tani kishte një tingull. Hapja e derës së dhomës së Armandit, kur ai hynte apo dilte, nuk ishte më thjesht një zhurmë e zakonshme. Ishte si një notë e ulët, e mbajtur, që lajmëronte diçka. Kur ai kalonte pranë meje në korridor, dora e tij ndonjëherë prekte lehtë shpatullën time, si rastësisht, por unë e ndjeja atë prekje orë të tëra pasi ai ishte larguar. Ishte një djegje e lehtë, një gjurmë që nuk shihej, por ndihej. Një mbrëmje, burri im i liri më tha: Armando, merre lautën se na mbushe shtëpinë me melankoli, na ço pak gëzim. Armandi e shikoi vlan me atë vështrimin e tij të qetë, pastaj ktheu syt nga unë për një çast, aq sa mund ta daloja vetëm unë. Ai nuk tha asgjë, por mori vegjen dhe filloi të luante një vale të gjallë me ritme të çmendura. Të gjithë filluan të duartrokisnin. Vjera ngriti duart lart duke thirrur: "Bre, o djalë!" Madje edhe Iliri filloi të kërqente në këmbë, i ngathët, por i lumtur. Por unë nuk po kërqeja, unë po dëgjoja, sepse në atë ritëm të furishëm, në atë mask gëzimi, gishtat e Armandit vazhdonin të ndeshin me një delikatesë të pabesueshme. Ata luanin për të gjithë, por një pjesë e vogël e tyre luanin vetëm për mua. Ishte një frazë muzikore që përsëritej çdo 4 masa, një ngjitje e shkurtër dhe pastaj një rënje e butë, si një përshpritje që humbiste në zhurmën e përgjithshme. E kapa atë. E kapa dhe e mbajta në mendjen time si një fjalkalim të fshehtë. Kur mbrëmja mbaroi dhe të gjithë u shpërndan, unë dola në obor për të marrë pak ajër. Hëna ishte e plot dhe dridhej mbi gjethet e manit. Dëgjova hapa pas meje. Nuk isha nevojë të kthehesha, e dija kush ishte. Armandi u ndal pranë meje, aq afër sa krahu i tij pothuajse prekte timin. Në dorë nuk mbante lautën, mbante një deg të vogël mani, të cilën e këputi nga pema pa asnjë fjalë. E di pse lauta tinglon kështu? Më pyeti duke e rrotulluar degën midis gishtave. Sepse druri kujton. Ai kujton erën, shiun, stinët. Dhe kur ti e prek, ai tregon trupit tënd gjithçka që ka haruar. Ai ngriti degën dhe preku butësisht dorën time, pikërisht në ven, aty ku pulsi rihte më shpejt. Prekja ishte e lehtë, mezi e ndjeshme, si një pend, por për mua ishte si një shkëndi. Ti e kuptove, vazhdoi ai, zëri i tij një përshpritje që mezi e dëgjoja mbi cicërimën e kriketave. Të tjerët dëgjojnë tingujt, por ti dëgjove heshtjen midis tyre. Ajo heshtje, ajo rezonancë që vazhdon pasi tingulli ndalet. Ajo është e jona. Nuk mund të flisja. Fyti më ishte i ngjeshur nga një emocion që nuk isha emër. Ai ishte buri i të shoqesime të madhe, vllai i burit tim. Dhe megjithatë, në atë çast, në atë obor të përmbytur me dritë hëne, ai ishte thjesht njeriu që kishte gjetur notën e fshehur të shpirtit tim. Ai e lëshoi degën. Ajo ra në tokë pa zhurmë. Pastaj e mori dorën time, këtë herë jo me degë, por me pëllëmbën e tij. Ishte një dorë e ashpër, me kalot e gishtave të fortë nga puna dhe nga telat e lautës.
Ma shtrëngoj për pak qaste dhe unë ndjeva në të njësoj dridhjen që kisha ndjer atë pasdite nga dhoma ngjitur. Një vale ngroth që më përshkoj nga pëllëmba deri në maj të kokës. Kur të dua të më dëgjosh, më përshpriti ai, thjesht mendo lautën, unë do ta ndjej, ashtu si që ndjeva ti mua. U largua duke më lënë aty të ngurosur me dorën ende të ngjeth nga prekja e tij. Hëna tani më dukej më e ndriqme dhe ajri më i rënd. U ktheva në shtëpi me hapa të ngadalt. Iliri ishte ulur në divan duke luajtur me telefon. Ku ke qenë? Pyeti pa e ngritur kokën. Në obor, po merja pak ajër, ju përgjigja dhe zëri im duke i qetë, sikur asgjë nuk ishte ndodhur. Por brenda meje, në atë hapësirë të fshehtë që Armandi kishte zbuluar, lauta vazhdonte të luante. Një melodi e ngadalt e pandërprer. Një rezonancë që nuk do të heshte më. Dhe tani, kur eci nëpër ato korridore, kur ha darkë në të njëjtën tryezë me të, apo kur ri pranë tij në ditët e festave të familjes, unë e ndjej. E ndjej atë dialog të heshtur mes nesh, atë gjuhë pa fjalë që ne të dy e kishim zbuluar. Gishtat e tij her pas here trokasin lehtë mbi tavolinë, një ritëm i panjohur për të tjerët, por për mua më i qartë se çdo fjalë. Dhe unë i përgjigjem me një lëvizje të lehtë të këmbës poshtë tryezës, duke prekur këmbën e tij për një sekond, vetëm sa për t'i thënë: "Po, e dëgjova." Pasi u tërhoqa, shikoj burrin tim, i cili asgjë nuk vëren, i zhytur në botën e tij, dhe ndjej një përzierje të çuditshme, faj dhe euforie. Por nuk mund të ndalem. Ashtu si lauta nuk mund të ndaloj së dridhuri pasi teli është prekur, as unë nuk mund të ndaloj së ndjeri atë që Armandi ka zgjuar tek unë.